Përshëndetje, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të filluar të ndajmë emocionet. Brikena dhe Mateo kanë filluar që të afrohen jashtëzakonisht shumë me njëri tjetrin. Sot nisi dita e bukur, nisi dita me mesazhe dashurie, nisi dita me përqafime, por edhe mbrëm nata u mbyll me përqafime. Do me thënë shkëndijat e emocioneve mes Mateos edhe Brikenës kanë filluar që të nisin. Brikena tashmë ka liruar ato akujt të vetes së saj, ato akujt të shpirtit të saj dhe ka ngritur ndjesin e dashurisë. Mateo, që është një djalë jashtëzakonisht romantik, që është një djalë jashtëzakonisht i përkushtuar drejt Brikenës, edhe pse shumica në fakt mund ta thonë që mund ta ketë lojë, mua nuk më duket e tillë, nga që Mateo ka shkuar 4 vite pas Brikenës dhe të shkosh 4 vite apo ta kesh në mendje apo në shpirt një vajzë 4 vite, nuk mund ta kesh një lojë. Është një emocion i cili në fakt vetëm se kultivohet brenda në shpirt. Mateo tha shumë bukur, unë tha e kisha mbyll si kapitull, por e kisha plak në zemër pse më ndodhi kjo gjë. Por tha Zoti ma solli që ja, pas 4 vitesh në Big Brother, Mateo dhe Brikena të nisin atë rrugtimin e tyre të bukur të dashurisë. Sonte në fakt të gjithë presim një surprizë, sonte presim që njëra nga vajzat të surprizohet. Tani, në qoftë se do t'jetë Brikena, ajo e cila do të surprizohet nga Mateo me një unas për t'i kërkuar një diçka më shumë se sa një njohje, se sa një lidhje, apo për ta finalizuar këtë gjën, unë e shoh që Mateo tashmë është gati, sepse edhe Brikena ka lëshuar pe. Brikena është shembulli i atyre vajzave që janë shumë egoiste si fillim, janë shumë të ftohta si fillim, por në fund lëshojnë pe në zemrën e tyre dhe nuk njohin më. Ato respektojnë vetëm ndjesinë dhe dashurinë. Në fakt unë dua që surpriza të jetë e Mateos, do me thënë ka zëra që gjasme Mateo pas ka kërkuar në dhomën e rrëfimit një surprizë për Brikenën, por këtë gjë do ta shohim sonte në Prime. Do me thënë, kjo është banorja e cila pritet që të surprizohet nga brenda shtëpie dhe mendoj që Brikena Selmani është afër momentit më glamur që mund t'i dhuroj Mateo natën e sonte me shumë emocione. Edhe pse Mateo filloi, do me thënë, e dha një sinjal që mund ta propozon sonte Brikenën, sepse filloi duke i bërë zbukurime të ndryshme te krevati i saj me kanaçe, duke i shkruar të dua, gëzuar Shën Valentinin, Briki, etj. Dhe Brikin e shoh, domethënë, shumë të lumtur dhe tepër pozitive në krah të Mateos.